Kanali Ansor përbëri rrugës në Boriq të Madh, jo vetëm që vijon që t'jeti të mbushur me mbetje, por nga ana tjetër, atyre ju vjet flaka në mes të ditës. Në fshatin Boriq i Madh në bashkinë Malësie e Madhe, situata e mbeturinave vijon të mbetet një problem i pazgjidhur. Shëllunga tymi mbuluan zonën duke alarmuar edhe Inspektoriatin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, të cilët inspektuan zonën. Kalimtarët tregojnë se djegja e mbetjeve po dëmton shëndetin e tyre, teksa faji kanë edhe vetë banorët e zonës. Normale nuk është, por dhe njerëzit e kanë fajin. Të tona kanë ka metër të këtë shtëpia me djeg, kështu që gabimi është edhe nëntë edhe poshtë, në dy kratë. Jam mësuar me pisë këtë shtëpia që jesin edhe këtu. Kështu që është i domshëm, mëllëm pe atje kur kaloj mëllëm hund me nalon edhe zemra, se s'mundet njëri me prefirmarrjes. Jo, kur i thje normale manet. Po çfarë më bën, nuk e di. I domshëm boll, se do të më mill gojën. Sipas inspektorëve të IKMT, për situatën e krijuar do të mbajë përgjegjësi direkte Bashkia Malësie e Madhe, si dhe njësia administrative, pasi kjo gjendje është e përsëritur. Prej vitesh fshati Boriq i Madh vijon të ndotet nga mbeturinat, por sërish institucionet përgjegjëse nuk kanë marrë masat për zgjidhjen përfundimtare të këtij problemi.